Disa prej selefit kanë thënë at-taqi waqtu ar-rahati lahu ta'a. I devotshmi, koha e devotshmërisë së tij, koha e lirë e tij është ibadet për të. Njeriu i devotshëm edhe kohën e lirë e shndron në ibadet. Dhe waqtu ta'a lahu raha, dhe koha e ibadetit të tij, momentet kur ai i bën ibadet Allahut subhanahu wa taala janë rahatlëk për të, pra janë qetësi për të, janë pushim për të. Pra i devotshmi në kohën e pushimit e shfrytëzon dhe e bën ibadet. Dhe kohën e ibadetit ndjehet dhe ka pushim, pra ndjen pushim në kohën e ibadetit. Siç thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur i ka thënë Bilalit që ta thoj namaz, që ta thoj ikametin dhe ta filloj namazin, i ka thënë erihna biha ya Bilal, na i pusho zemrat dhe trupat tanë me namaz o Bilal, sepse njeriu i devotshëm ibadetin ndaj Allahut e sheh si pushim pra të zemrës dhe të trupit të tij. Disa prej selefit, pra prej gjeneratave të parë të muslimanëve kanë thënë, edhe kjo është pra një fjalë që tregon se si duhet jetë falënderimi i besimtarit ndaj Allahut subhanahu wa taala. Kanë thënë disa prej selefit, kat asbaha bina min ni'amillahi taala ma la nuhsihi. Thot zgjohemi për çdo ditë dhe kemi nimete të shumta të Allahut subhanahu wa taala, të cilat nuk mundemi që t'i përkufizojmë. Ma kathrati ma na'sihi, edhe pse shumë po i bëjmë mëkat Allahut subhanahu wa taala. Pra zgjohemi në mëngjes, nimetet e Allahut ndaj nesh janë të shumta, edhe pse mëkatet tona ndaj tij subhanahu wa taala janë të shumta. Fala nadri ayyuhuma nashkur, e gjemilu ma yunshar am qabihu ma yustar. Andaj thot nuk dim se për çka ta falenderojmë para Allahun subhanahu wa taala. Nuk dim për çka të tregohemi falenderues më para për Allahun subhanahu wa taala. A për mirësitë e panumërta të cilat na zbresin, apo për mëkatet e shumta të cilat Allahu na imbulon. Pra zgjohemi në mëngjes, mirësitë e Allahut të shumta po na zbresin, mëkatet tona të shumta po ngriten tek ai. Dhe nuk dim se për çka ta falenderojmë së pari Allahun subhanahu wa taala, a për mirësitë e shumta që po na vijnë, apo për mëkatet e shumta që po na imbulon Allahu subhanahu wa taala.